Mirë jemi rikthyer, jemi në Kinotek së bashku me Egonin dhe me regjisorin Edmond Topi. Tani folëm për problematikat, po tani është momenti të flasim për ty. Kush është Edmond Topi për te? Për te asaj që ne njohim. Unë shpresoj që Tiranë si mirë. Tiranë si mirë. Çfarë bën një Tiranë si mirë? Dashuria për vendin, për njerëzit, të qenurit i hapur, mungesa e armiqësisë ndaj të tjerëve. Do thonë, unë kam jetu të lagja e Dibranëve. Do thonë, aty bleu i matë në shtëpi. Dhe mbaj mend që kemi shkuar shumë mirë, mbaj mend ndonjëherë jemi rrahur. Dyert ishin hapur, ne ishim gjendje jo të keqe dhe shkonin shpesh në plazh, dyert ishin hapur. Edhe kësaj dite më kur ikën në dyert hapur. Do ta kisha thënë këtë Edmond. Nuk e di fare. Ja në komshies desha me thonë. Po nuk ka në gjëtu. Do thënë këtë Tiranën e ashpër të sotmen me zi e njoh. Këtë Tiranën e ashpër, Tirana është ashpër, ndërkohë është mbushur plot. Tirana gjithmonë ka qenë me të ardhur. Të gjithë të ardhurit e kanë ndjerë veten shumë mirë. Kanë bashkëjetuar shumë mirë në paqe. Sot ndjej energji negative. Prej të ardhurve apo prej mënyrës se si bëhen gjërat këtu? Prej të gjithave. Tash faji nuk është gjithmonë asnjëherë i njëjtshëm, nuk është vetëm prej të ardhur, është për mënyrë kushdo është i merr të ardhur. Domethënë, nuk është asnjë merit të lindësh në Tiranë që mos kuptoj. Tash ju tiranësit historikisht ankoheni për Javënxhind. Jo, fare. Ne nuk jemi më unë, por që mos majmë në herë. Më kujtua një këngë kjo Tirana, zemra e modhe, hapi dyert gjitha ne. Kështu ka qenë gjithmonë. Unë s'majmë që ne të jemi, domethënë, unë jo, po edhe prindët e mi edhe gjyshi s'majmë në herë të jemi ankuar dhe të kemi shku keq me Javënxhind. Siç të thash, domethënë i mat nga ne kemi, domethënë ai ka lind ke Vorribomit, Bomagaj ne kemi qenë në mur me ta. Kakanost, i mat bleu një shtëpi. E shëmi dhe e ndërtoj dhe ishte në mes të lagjes të Dibranëve. Dhe ne me ta kemi tur gjithkohë. Më mend të jemi ankuar ose të janë ankuar në herë për ne. Pare nuk kemi, unë s'maj mend asnjë një problem. Problemet lindën më vonë kur të hujt erdhën si pushtues. Tirana është kryeqyteti mbase i vetëm në botë që është pushtuar 2 herë. Kur është pushtuar? Është pushtuar një herë në 44. Aha. Edhe një herë në 90. E mirë, domethënë që u tregova i balancuar tani, e kuptoj. Jo, fare, e kam thënë, nuk është hera parë, e kam thënë dhe herë tjera, nuk e kam bindjon këtë. E kam bindjon këtë sepse në qoftë se vinë dhe t'i marrin gjërat me dhunë, ky është pushtim. Erdhi Enver Hoxha, i mori gjërat me dhunë. Ishte të zoj. Ja, unë që t'ishim që vetë, punuar. Po kështu ishte në 90-a. Kështu që Tirana është i vetmi qytet që është pushtuar 2 herë, edhe të vjen keq për këtë. Tiranësit më duket se janë vetëm në shtëpi vet pa toka. Fiks fare. Po e ke parasysh. Ore mos mërziten. Mos ndoshta duhet jeni pak më të ashpër, pak më shumë e shkurtë jeta për të qenë i ashpër. Shumë e shkurtë jeta. Po ja se ju amorën tokat. Po punë madhe. Edhe vdiq në njëri nga ne se s'ka toka. Sa ka shku metri tani. Po pse këta? Po pse mendon se jetojnë më mirë këto që kanë marrë toka? Po jo, me siklete janë ato, si ti bëjmë ku ta bëjmë dolin. Edhe që edhe të mësu kështu me kulla, me vërngji, po mos më rafi, po mos më gjuj, po mos kështu. Dhe prona, parat, janë gjëra që shkojnë e vinë, shumë e shkurtër jeta për t'ja kushtuar parave. Ta kesh vënë re, ka një tendencë që pas viteve të pandemisë, pas atij izolimit, lajmeve të kopshme nga një vend në tjetrin, njerëzit kanë një mënyrë tjetër të tjetuarit, pra kujdesen më shumë për veten, po ushqen më shëndetshëm. Statistikat tregojnë që ka një rënje të konsumit të alkoolit, ka një rritje të fluturimeve. Po pse keni me alkoolin ju?
Çfarë po alkooli? Alkooli mirë po. Paqe, dashuri. Po duhet të jetë më e bukur. S'ka alkooli. Më kujtua një histori e para pak ditëve me një shoqen time. Të dyja ne nuk pim alkool fare, domethënë kur dalim as në një gotë. Po gjënaf. Nëse ha Është kjo tendenca pra për të shkuar drejt një jete më të shëndetshme, se kur ne bënim namin duke pirë alkool. Po atë një gotë e hoqëm. Edhe kishte dalë një mbrëmje, edhe kishte pirë një 2 gota, po sa e harreshme ishte, kisha harruar. Edhe kur hyra parë si diçka të mungonte, po s'po e kuptoj se çfarë. Edhe duket sikur njerëzit po e shijojnë më shumë jetën, pra e shohin ndryshe për dalë tek ajo që thej që parat shkojnë e vinë. Në mënyrë absolute. Në mënyrë absolute, paraja është gjithë mjet këmbimi që të jep mundësinë të jetosh mirë, po nuk të bën të lumtur. Dini sa veta vrasin vetëm në Suedi dhe gjithë pasur. Ai shihni, pastaj më shkoni, ai shihni këtë pasurit tan. A janë gjithkohë të mrollur? A keni parë ndonjërin nga ata që qesh? Janë gjithmonë kështu. Po kur shohim, gjithmonë. Po ne nuk e dim këtë gjë. Ne preferojmë të mendojmë kështu. Ja ti je i sigurt që është kështu. E ka vërtetuar bota në qindra vjet. Është vërtetuar në qindra vjet që paraja nuk të bën të lumtur. Të bën të ngopur pas apo të lumtur. Okej, të bën të ngopur. Të bën të ngopur. Një barë ka njeriu. Prapë mbetet ajo pyetja, e blen paraja lumturinë? Edhe çështja e këmbvështrimi është. Padyshim që është çështja e këmbvështrimit. Prandaj prezantojmë secili këmbvështrimet e tij, po unë i rri këtij këmbvështrimi, më thënë drejtën që unë kam, domethënë, tash mbas kjo është një gjë pa kur jam kthyer nga jashtë, domethënë pyesja time. I thosh atimenti që të na tregonte ku janë pronat edhe pse Tiranë. Dhe ai derisa iku nga kjo nuk më tregoi. Dhe nuk më tregoi për faktin se s'desh të më lindte sherr brava. Edhe besoj që ka bërë mirë. Besoj që ka bërë mirë se mund isha bër sklavi atyre pronave. Vërteta është që ka dhe një ngjarje tjetër. Vërteta është që ka dhe një ngjarje tjetër e cila më tërhoqi nga ndjesia që kisha, se si di gjithë, dhe ne do merrnim pronën, do kthehet pronën e tjerë. Takova një mikun tim shumë të afërt. E kam pasur takova. E takova në rrugë. Dhe mezi e njoha. Domethënë, ishte një njeri i mjeruar me faqe të krejtësisht të rrudhosura, i kruspur, krejtësisht i kruspur me një panto që i varar, edhe me një dosje blu në dorë, nuk do ta harroj. Edhe si e çfarë bën, si e bën, nuk kisha respekt shumë të madh për të, kam pas. Edhe çfarë po ja dha me këto. Çfarë po bën edhe? Po ja dha. Po merren me pronat. Me prona tha se marrim këtu se kështu patjetër se kur than atë dhe pastaj kur erdha këtu më tha kështu mirë, mbaroi kjo punë. Takoj mas atij takoj një shokun e tij, të njohur tim, më thonë, e takova mos ka ndaj smundje, vërtet fare sinqerisht. Edhe mos ka ndaj smundje se njerëz janë, se ishte rronuar fare edhe kjo. Jo, mor jo, tha, s'ka si smundje, tha vetëm se plotet tha se ngret. Shkon në 8 mëngjesit tha. Në përzyra të dosjet. Edhe kthehet ajo darkë se tako këtë thuaj atë. I thash vetëm nga kjo punë, ka vetëm nga kjo punë. Mënyra se si ti e përshkrove më solli në mendje ato personazhin e Mantelit tek Nikolaj Gogol, dhe aq të vuajtur po e përfytyroja në mendjen time. E thash, unë që nga ky moment të mbot se më me prona. Harroje që të ka ta ndisem kështu dhe pastaj të marr prona. Po Tiranën e ke dashur më shumë atëherë apo tani? Ja, Tiranën e dua gjithmonë. Okej. Tiranën e kam dashur atëherë, është fat shumë i madh që kam lindur në Tiranë, fat shumë i madh dhe që kam lidhur me atë. Po Tiranën e dua gjithmonë. Tiranën e dua edhe me këtë rrëmujën që ka. Si kaloni ditët dikur? Ne kalonim, në fakt ne kemi pasur jetë të mirë në Tiranë, shumë të mirë. Unë merresh me teatr, unë kam luajtur sa vite futboll, kam qenë sa kohë te parlamenti këmbëll. Po, me kupton Tirana i kishte këto mundësitë që nuk i kishin kudo, domethënë unë luaj futboll me ekip, pastaj merresh me teatr. Ne dinim në darka pas një Giro Tirana, kështu që në bulevard emblematike. Tirana ka pas interesante, nuk kishte telefona, por kishte një sistem të tillë. Vendet në Tiranë, në qendrën e Tiranës ishin të ndara. Te pema e parë rinim ne.
Pastaj ishte 6 neonçi, që rrinin sa të tjerë. Pastaj Është ishte akoma ky 6 neonç? Urdhro? Është akoma? Si mund të jetë akoma? Jeta. Po çfarë Janë 6 neonshin? Mund të cep të Pallatit Kulturës ka qenë një neon me me 6 koka. Po 6 koka. Okay. A Tiranës është më. Tirana ka filluar në 2013, është një tjetër re, nuk skala çaka të pruna gjë sa ta shohim shumë. Si Tirana e re është një mendim me ne fillon historia, domethënë me këta. Edhe ishte shumë interesante, për shembull aty rrinte grupi, kujtohet, si Fullani me këta të tjerat. Këto rrinin sa shpëtoja me s'dua të them emrin, dhe grupet njiheshin, nuk kishin miqësi, po njiheshin me njëri tjetrin. Për shembull, vinte njëri nga ne, vinte me vonesë. Dhe i thoshin ato, lëvizën për xhiro, po shkuan ke Volga ose informonin njëri tjetrin. Ke Pallati, po. Ose vinin ata dhe thoshin ndalonin te ne, po të vi filani, që nëse dinë më, po të vi aty, i thoni që ikëm xhiro ose shkum këtu. Ishte shumë interesante. Sistemi i komunikimit. Ishte shumë. Kurse ne me telefona sot nuk merremi dot vesh me njëri tjetrin. Por ka një gjë. Tirana ishte shumë më e bashkuar, njerëzit ishin atëherë shumë bashkuar. Kjo është një gjë që mua për shkak mungon. Më thoshte para ca ditësh një shoku im që është shumë i njohur në Shqipëri, është figurë publike. Ne kemi qenë miq në atëherë. Unë kam pasur një apartament që mendohesh që ishte i mirë, komode kështu. Dhe ne rrinim aty shumë shpesh. Bile në kohën e 87-89 mlidheshim çdo natë. Unë kam pas 2 grupe ose 3 grupe miq, po 2 kryesisht. Edhe një natë me njëri, një natë me tjetrin ose disa rrinim. Edhe rrinim shumë shpesh. Sajoheshim çik me verë, çik me kështu dhe rrinim. Kishte raste kur filluan rrëmujet edhe gjithë natën. Iknin mjes, se natën nuk dilesh. Edhe më thot njëri prej tyre, "Moreta ta të kujtohet, kishim gjithsej një shtëpi, edhe rrinim çdo natë. Tash te kemi secili nga 2-3 dhe s'mlidhemi asnjëherë. Sepse shoqëria është materializuar, secili mendon, sa takosh në njërin, atëherë thosha, "Ma çka ke bënë gjë, ke lexuar gjë, ke pa filme, ke njoftë femër, ke bërë." Tash i them, "Ti shkon, do të bëj biznes bashkë." Ma ke fituar një lek? Pa, pyetja parë që thonë, "Ma ke fituar, si shkojmë punon, fiton një lek, po me këto si." Materializimi i shoqërisë besoj që ka prek edhe Tiranën dhe për këtë më vjen keq, më them drejtën, sepse s'është më Tirana jo në asaj kohe. Po Beni Peshkut është akoma. Na e tregosh pak atë historinë edhe për ata që e dëgjojnë kinotekën se ishte shumë e bukur. Beni Peshkut është një, nuk po them gjeografi, është një personazh fantastik, shumë jashtëzakonisht interesant. Ka pas një restorant Peshku, nuk e di a ka akoma. Për Beni. Edhe që është këtu. Edhe Beni ishte shumë simpatik. E mbante kështu atë qepenin për gjysmë dhe në bazë të, duke qenë se e keni parasysh këta taksidarë sa vinë edhe këta tatimeve, ose nuk. Edhe Beni ishte mjeshtër, sapo fitonin këta të kuq, nuk e them më të kuq, ta fitonin socialistët, se më kanë kritikuar për këtë. Sa fituan socialistët, ai merrte një fotografi të tij që kishte bërë me Fatostano dhe bënte të madhe, dhe vinte qendër. Edhe vinin këta taksidarët, sa shikonin dhe iknin. Ndronte pllaka, fitonte Berisha. Ishte foto me Berishën. Ishte atë vend këtë foto me Berishës. Tani duhet gjeku është Berishë, çfarë foto ka. Me siguri me këtë. Beni është i madh dhe nuk e hapte asnjë, nuk kishte derë, kishte një qepen që mande për gjysmë dhe ne dinim gjithë. Domethënë një nga lokalet emblematike të Tiranës me një bon sens, me një bonacho, Beni i priste të gjithë në mënyrë të shumë të dashur. Unë kam pasur në atë kohë një gjerman dhe që vija me të dhe Beni dinte një fjalë gjermanisht. Ishte fjala çys, që thotë mirëpafshim. Po Beni me gjithë dashurinë, me gjithë bon sensin e tij, aty i buron vërtet mikpritja. Edhe sa hynte ky gjermani thotë, çys." Ai të fartosh në Gjermani? Po s'qeshte, në fillim u çudit, pastaj e kupton, ai e donte shumë Benin. Të ky njeri që më thot me ka qejf ky rrapsh. Ai e donte shumë Benin dhe 1-2 më thoshte do shkojmë te Beni.
Kjo tregon gjithë atë ngrohtësinë e Tiranës besoj apo? Jo, Beni s'ishte Tiranë. S'ishte Tiranë. Ben i kishte gruan Tiranëse. Pra kishte marrë nga ajo. Beni kishte, ai është nga një qytet shumë i dashur, po sa them dot se pastaj kuptohet kush është Beni. Po ata që janë rreth e rrotull dhe janë Tiranësa din kush është Beni me shumë. Ato që kanë qef Koranin e din. Ben ishte shumë simpatik. Shumë personazh i lezetshëm. Po më përmend alkoolin shpar. Si ishte si nisi historia jote. Si kalonit netët në rini, çfarë alkoole kishte atëherë në Shqipëri? Ne kam përshtypjen nga një datë kufizuara. Në atë kohë, jo. Në atë kohë kishte ne pinim në atë kohë kishte Fernet. Domethënë te Pallati i Kulturës kishte Fernet me të cilën gotën e cilës ato e fusnin në sheqer. Në sheqer, po ishte gjithmonë me sheqer në kafe. Ndërsa te Volga kishte ponç. Këto ishin pijet që pinim ne. Pra, Fernet edhe ponç. Përveç rakis besoj që ishte rakin e pinim kur uleshim në restoran. Unë nuk pi raki, unë pi verë. Më thonë, në atë kohë pinim ato verë që ishte në Shqipëri. Ponç portokall, banane? Portokall. Ponç portokalli është. Po, banane ka pasur? Banane nuk i njihnim ne, ishim revizionistë. Do të gjëra të reja. Megjithëse? Po tallen tash. Jo për zotin s'po tall. Ai dini ju ato jemi të rinë, nuk i dim këto. Po ai dini ju për shembull që kur vinte njëri nga shteti, e kupton? Sillte kështu Coca-Cola. Nëse ato ke pas. Di, okay, Coca-Cola, okay. Po prit, po. Vazhdime, se më pinte njëri edhe pinte gjithë familja nga i glën. Po. Ose kushërin që vinin, pinin nga i glën. Unë më ishte që ajo Coca-Cola vjesh në bufe. Po e di, po. Po këtë të bananës nuk e di. Që s'kishte banane, s'kishte banane. Nga do vinin? Po mirë banane. Po importu. Ç'a importi më dha? Me tragetën, nga vini, nga Ekuadori. Kishte tragetë atë. Si s'kishte tragetë? Kishte tragedi, po tragedi parë ka ardhur në Shqipëri në 89-ën. Dhe në 89-ën shkojshin gjithë njerëzit me e pa tragedin. Shkojshin në ekskursion. Si shkojnë tash që do uja? Një sekondë, po mirë, nuk vinin atëre ushqime nga jashtë sado pak ose produkte të rralla, ku di me çaj sillnin, ku di. E para herë sillnin me kamiona. Ishin ca kamiona që shkunin në Albania. Okej. Edhe Albania shqiptarët e dinin që është firmë. Edhe thoshin për shembull që vinin kamiona kështu hungaro kamion ose e thoshin kampanjë Albania jashme. Po jo këtë se dia këtë që s'kishte banane. Më kur ka hy banane? S'kishte banane, po shakati tash. Po nuk e dia pra. Po jem vetëm si mund të kishte banane, por banana ishte revizioniste. Banane ka si mund të jetë një frut revizionist, nuk e kuptoj. Po mund të jetë, po mund të një frut. Një frut o hahet ose hahet, po si mund të jetë revizionist. Po më ti kur ka hyrë banania për herë. Kur ka hyrë banania këtu? 89-90. Jo. Po më çfarë thua? Edhe atëherë bile sa të rrosh do mësosh i thon kësaj. Po çfarë thua më burr dhe po që nuk i dinin dhe i manin nga ja banana dhe bëhesh e zeza. Ose kishte ble 300 lekë burr. 300 lekë. Po çfarë? Ky është, domethënë shoqëria dhe kjo Shqipëria nuk ka qenë keq, ka qenë e çmendur. Këtu ka pas gjëra që njeriu. Po për shembull, ja të pyes unë atë mend. Në rinin tënde, në ato vitet e adoleshencës, goca si ngacmonin. Çka ke bëu mirë? Na e tregon një kështu, një mënyrë tipike. Historia është batuta është më e bukur. Batuta ishte e kapakte. Më dhe kapa këte, kalon në rrugë, dhe thoshin do gose ka mundësi një minutë. Edhe kjo është me kap në rrugë. Kap në rrugë dhe i shprejet i dashurin. Ishin ca kaseta që i kishim ne.